2 javët e fundit të muajit prill u përmbyllën me paraqitjen e 8 rasteve të fruthit. E për këtë arsye, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës doli me një apel. Të gjithë fëmijët që nuk kanë marrë vaksinën MMR duhet të vaksinohen. Duke marrë parasysh natyrën shumëngjitse të fruthit dhe rrezikun për përhapje të mëtejshme, IKSHPK u bën thirrje urgjente prindërve që të kontrollojnë kartelin e vaksinimit të fëmijëve të tyre dhe t'i vaksinojnë fëmijët në qendrat të afërt të mjekësisë familjare në komunën Përkace. Vatrat nga ku vijnë këto të raste rezultojnë të jetë ferizaj. E madje njëri prej rasteve ndodhet edhe në gjendje të rëndë. Ne sot kemi situatën kur na shparasit një vatër në Ferizaj, prej ku vinë dikun ja 8 raste, të cilat janë të spitalizuara. Fatkesisht njëri prej tyre është në gjendje të rëndë shëndetësore, praktikisht është dërguar mbrëm në klinikën e pediatrisë dhe më duket që është intubuar. Po cilat në fakt janë simptomat e fruthit? Karakterizohet me simptomatologji të përgjithshme dhe lokale. Simptomatologjia përgjithshme nënkupton me temperaturë, ethe, lodhje, molisje dhe njëkohësisht me ndërlikime në mushkëri e ma vonë edhe në sistemin nervor qendror. Për të parandaluar përhapjen e tij, Dresha ka një mesazh për prindrit, por edhe për shtetin. Në këto raste, sëmundjet të cilat kanë obligim vaksinimin, shteti duhet të veprojë. Ata të cilët nuk i dërgojnë fëmijët në vaksinim, shteti duhet të ndëshkojë. Ndonse kjo sëmundje është më e shfaqur tek fëmijët, sipas infektologut, mund të kalohet relativisht lehtë. Por nëse ndërlikohet, atëherë ndërlikimet shpesh mund të jenë edhe të rënda, e ndonjëherë edhe fatale.